Këto ditë do të ndjejnë përplasje mes Marsit në Luan dhe Uranit në Dem, është një përplasje apo një tension planetar i cili përsëritet sërish sepse ka ndodhur edhe vjet në Korik, nga data 17 deri 24 Korik, ku ndodhi dhe atentati kundrejt Trumpit. Dhe ky tranzit, si të thua, shkuni e kanë datën 15 qershor, mirë po ka nisur energjia e nxehtë dhe as pak e mirë e tij, ka një 2 ditë, sepse kemi parë edhe në sferën botërore me sulmin e Izraelit ndaj Iranit, dhe do të vazhdojë edhe për një 3 ditë të tjera, kështu që do të hasemi me veprime të vrullshme, me impulsivitet, me veprime që do ndodhin pa u menduar shumë, dhe të ketë një ndjenjë për të shpëtuar nga një lloj kufizimi apo rregulli, pra do të ketë rebelim, njerëzit mund të reagojnë fort emocionalisht, por edhe fizikisht ndaj situatave që ndihen të padrejta për ta. Do të ketë një mospërputhje midis dëshirës për të ndjekur zemrën, pasionin dhe presionit për të ruajtur stabilitetin edhe qetësinë. Dhe kjo mund të shfaqet në marrëdhënie me pror, me partner, kur njëra palë do liri ndërsa tjetra do kufizim, rregull, kontroll, strukturë. Mund të ndodhin aksidente të vogla, aksidente rutinë, si për shembull mund të prihemi, të çahemi, mund të thyejmë gotat, mund ta bien pjatat nga duart, mund të ketë çrregullime elektrike, teknologjike, pajisje elektronike që mund të prishen, mund të nxehen shpejt, për shembull laptop, celular, mund të ketë prishje makinash apo mjete që përfshin zjarrin, rrymën elektrike. Njerëzit mund të shkëputen papritur gjatë këtyre ditëve, mund të ndryshojnë planet, mund të thonë mjaft ndaj një situate që i kufizon dhe i cungon ata, duan që të bëjnë një ndryshim, dhe ka një tension të brendshëm midis asaj që i do zemra edhe sigurisë, si për shembull unë dua që të ndjek një pasion timin, por më frikson humbja e stabilitetit.